Një mbledhje e trisht, cila përcjell në vetvete zymtësi, po t'i shohësh tani më fytyrat e drejtuesve kryesor të Partisë Socialiste, nuk janë ato të personave arrogant të cilët i përplasnin fytyrës qytetarëve shqiptar forcën e pushtetit. Sot ata janë njerëz të cilët e kuptojnë që kanë humbë terrenin nën këmbë plotësisht në raport me qytetarët, e ato e kuptojnë sot që janë ndoshta personat targeti kryesor mas Edi Ramës e asaj revolte popullore e cila për hir të vërtetës ka prek çdo cep të Shqipërisë, madje edhe qytetet të tëra në diasporë, dhe kjo pa diskutim nuk mund të përcillet në kushte normaliteti. Sigurisht që ato e kuptojnë që janë drejt fundit të pushtetit të tyre, janë drejt fundit të arrogancës së tyre, sot po përballen për hir të vërtetës me veprimet që prej 13 vitesh i kanë përplasur fytyrës qytetarëve shqiptar. Sot ato po përballen tani me një realitet krejt tjetër. Shoqëria shqiptare është zgjuar, shoqëria shqiptare po tregon që din të reagoj, shoqëria shqiptare po tregon sot që nuk pajtohet ma me një situatë të degraduar plotësisht, jo vetëm ekonomikisht, por edhe politikisht. Po për ta bërë këtë, zoti Spahia, shoqëria shqiptare zgjedh dhe voton që qeveria të ketë edhe një opozitë, që është në mandatin e 4 të saj sot. Kur ju dëgjoni Ramanburg, Berishamburg, duke i lidhur pak edhe me situatën që pam qark parlamentit pas seancës së denjtes, nuk e di nga ka dalë opozita, por shumica e socialistëve dolën me makina, nuk ka qenë e pranishme në momentin e votimit. Kur thuhet Berishamburg, Ramanburg, kur ka incidenta pastaj edhe përpara selisë Partisë Demokratike, se duket si momente përçarje. Jo, që të jemi realistë, unë kam ndjek nga afër atë protestë, sigurisht që ne kemi gjithë njerëzit tanë në atë protestë, dhe po ju siguroj. Vetë nuk keni dalë? Jo, nuk kam dalë vetë, edhe për të mos marrë role protagonizmi të tepruar, po sigurisht që janë prezent po thuj gjithë njerëzit tanë, jo vetëm të familjes, por sigurisht edhe të njohur